Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E mavjosur dhe me hund të thyer, aktoreja e njohur e serialeve publikon fotot tronditëse. Aktoreja argjentinase Laura Vignati ka ndarë historinë e saj tronditëse të dhunës në familje, 2 vite pas aratisjes nga ish-partneri abuzues. Në një postim në rrjetet sociale, ajo u bëri thirrje grave të denoncojnë dhunën dhe të gjejnë forcën për të shpëtuar nga ferri që përjetojnë. Kanë kaluar 2 vjet, 2 muaj dhe 14 ditë që kur u largova nga ai makth. Isha e dhunuar fizikisht, psikologjikisht dhe ekonomikisht. E privuar nga liria, me hund të thyer, brinj të çara dhe trup të dobësuar nga humbja mbi 12 kg. Ndihesha si një zombi. Rrëfeu ajo. Me këtë rrëfim të dhimbshëm, Vignati synon të jap forcë dhe shpresë për gratë që kalojnë situata të ngjashme, duke i inkurajuar të kthejnë hororin e tyre në një histori mbijetese.